Falenderojmë Allahun xhalla shanuhu me një falënderim që i takon madhërisë së Tij, i cili me urdhërin bëhu krijoi tokën, qiellin dhe të gjitha botët, të dukshme dhe të padukshme që na furnizoi me mirësitë e Tij. Allahu është krijuesi dhe sunduesi i çdo gjëje. Përshëndetjet më të sinqerta ja dedikojmë njeriu më të zgjedhur në mesin e njerëzimit dhe padyshim që ai është Muhamedi alayhi salam. Paqja dhe mëshira e Allahut qoftë mbi të, mbi familjen e tij të pastër, shokët e tij të zgjedhur dhe mbi të gjithë ata të cilët e pasuan dhe do ta pasojnë rrugën e Allahut dhe të dërguarit të tij deri në ditën e kataklizmës. Të dashur vëllezër, xhamat i vlerësuar, tema të cilën sot do ta shtjellojmë është: a do të marr roba në mahsher? Allahu xhalla shanuhu wa xhalla jalaluhu shprehet në Kur'an dhe thot: o bijtë e Ademit, ne ju kemi dhënë rroba që ju mbulojnë pjesët intime dhe rroba luksoze, por rroba të devotshmërisë, dëlirësisë, kjo është më e mira. Këto janë disa argumente nga Allahu që të jenë të urtë. Kur vim në këtë botë pa rroba, na veshin me njëherë. Kur him në kohën e pjekurisë, le të vishemi me njëherë, sepse ato na duhen për të na mbrojtur nga vapa dhe turpi, por edhe për të mbuluar pjesët intime. Allahu xhalla shanuhu në këtë ajet flet për 3 lloje veshjesh që i nevojiten njeriu. Ai flet për veshjen që t'i mbulojmë pjesët tona intime. Njeriu nuk i lejohet që t'i tregoj pjesët intime para askujt, përveç atyre para të cilëve Allahu xhalla shanuhu e ka lejuar. Kur duam t'i bashkohemi shoqërisë, Allahu xhalla shanuhu thekson veçanërisht kur shkojmë në xhami, na obligon të veshim një kostum luksoz. Ai na urdhëron të vishemi bukur dhe Muhamedi alayhis salam na këshillon të nuhasim parfumin ton dhe të mos ham asgjë që mund të jetë shkaku i shqetësimit të tjerëve në saf. Përveç rrobave, detyrohemi për mbulimin e trupit. Allahu xhalla shanuhu flet se si ta mbrojmë shpirtin dhe zemrën nga shqetësimi. Si quhet ajo veshje? Ajo veshje quhet libasut taqwa, petk i devotshmërisë. Kjo veshja e jashtme na mbulon pjesët intime dhe veshja e perëndishmërisë na mbron nga mëkati. Ashtu siç erdhëm në këtë botë pa rroba dhe në ditën e mahsherit do të jemi pa rroba. Buhariu dhe Muslimi shënojnë se Muhamedi alayhis salam ka thënë: njerëzit do të shihen në ditën e gjykimit të zhveshur, zbathur dhe pa diell. Aisha radiallahu anha pyeti: a të jemi të zhveshur dhe të shikojmë njëri tjetrin? Muhamedi alayhis salam u përgjigj: Aisha, situata do të jetë aq e rëndë sa nuk do t'i shkojë mend askujt të shikoj të tjerët. Ashtu si kur erdhëm në këtë botë, na veshën gratë të cilët ishin të përkujdesura për lindjen tonë. Në mahsher, para Zotit xhalla shanuhu, nuk do të na veshin njerëzit, por do të kenë për detyrë engjëjt të na veshin, nëse ne sjellim rroba me vete. Muhamedi alayhis salam thot: më është treguar dita e gjykimit, e pash veten duke qëndruar në këmbë dhe njerëzit më treguan, ata kishin këmisha. Për disa, ato këmisha arrinin vetëm deri tek gjoksi, disa deri tek femuri, tek gjunjët. E pash Umar ibn Khattabin duke ecur dhe këmishën e tij duke e zvaritur në tokë. Dhe a e dini se çfarë është ajo këmish? Pyeti Muhamedi alayhis salam. Çfarë i dërguari i Allahut? Pyetën ata. Tha: besimi. Kjo këmish është besim dhe të gjithë do të vishin sipas sasisë së veprave të mira të bëra në këtë botë. Atëherë do të qëndrojnë në të djathtën e mëshiruesit. Është një vend ku të gjithë do të më kenë zili, do të thotë: i bekuar je, o i dërguar, për shkak të vendit ku je. Kur Ibrahimi alayhis salam arriti në Egjipt me gruan e tij Sarën, i tha asaj: pasha Allahun, nuk ka mbetur asnjë besimtar në tokë përveç meje dhe teje. Ibrahimi po kalon të sprova të vështira. Ai u hodh në zjarr, la të birin dhe gruan e tij Haxherën në shkretir, u urdhërua të flijonte djalin e tij. Ai e ndërtoi Qabën në mes të shkretirës. U urdhërua të ftoi njerëzit në haxh. Bëri hijret disa herë. Babai i tij e keq trajtoi dhe njerëzit e tij e ekspozuan atë nën presion. Por ai ishte këmbgulës
në rrugën e Zotit Gjellëshenhu dhe me atë këmbgulje e meritoj të quhet ummet dhe të jetë miki Allahu Gjellëshenhu. Nuk është për tu habitur që Muhamedi a.s. thot, krijesa e parë që do të vishet në ditën e gjykimit është Ibrahimi a.s. I veshur me petkun e xhennetit dhe pastaj do të qëndroj në anën e djathtë të arshit dhe asnjë nga krijesat përveç meje nuk do të qëndroj në atë vend. Pasi të jetë veshur Ibrahimi a.s., njerëzit e tjerë do të vishen sipas veprave që kanë bërë. Do të ketë njerëz që do të jenë të veshur bukur dhe nga ata që do të mbeten pa rroba. Vallai nderuar, sa herë që e vonon namazin, po e vonon veshje. Zoti na ruaj. Sa herë që nuk i bindeni urdhërit të Zotit, që kaloni kufirin dhe bëni një mëkat, ju e shtyni veshjen tuaj dhe e bëni atë plotësisht të pamundur. Allahu Gjellëshenhu na urdhëron që ashtu siç përpiqemi për veshje të bukura që do të zbukurojnë pamjen tonë të jashtme, të përpiqemi edhe për veshje që do të na fisnikrojnë. Ajo veshje quhet besim dhe me të veshim zemrën tonë, shpirtin tonë dhe pastaj e tregon bukurinë e saj me punë dhe sjelljen tonë. Vallai dashur, ti qep rroba për ahiret, por kur? Atëherë kur adhuron, lëmosh kur jep, dërgon një fjalë të mirë, rrezaton miqësi, ju jep ndihmë, kujdesesh për urdhrat e Zotit dhe ruan kufi që Allahu Gjellëshenhu ka vendosur. Në këtë botë, dallimet mes nesh manifestohen përmes veshjeve tona. Njerëzit me status më të lartë shoqëror dhe më shumë pronë veshin rroba më të bukura dhe më cilësore. Dhe në ahiret, dallimi mes nesh do të jetë i dukshëm, ndër të tjera do të jetë në veshjet tona. Pastaj, atje në mahsher nuk do të ketë pasuri, para, status social, nuk do të mund të marrim rrobat që duam. Pastaj engjëjt do të sjellin rroba njerëzve dhe ata do t'i veshin njerëzit me ato rroba. Dhe këto rroba janë rrobat që ne i kemi fituar duke jetuar këtu me besim. Do të ketë edhe nga ata që do të mbeten pa rroba, sepse nuk kanë sjell asgjë nga këtu për të blerë, rroba nga engjëjt. Rrobat nga engjëjt blehen nëse vishesh me rrobat e besimit këtu. Në mahsher do të veshesh me petkun e xhennetit. O Zoti plotfuqishëm, na ndihmo të jetojmë besimin tënd, të meritojmë rrobën qiellore, petkun e devotshmërisë. Amin. Wa akhiru da'wana wa anil hamdulillahi rabbil alamin.